Berishës që edhe vazhdon për mua është dobësi e sistemit drejtësisë. Të njëjtin gjë edhe me Ilir Metën, sepse Ilir Meta qasje ndaj drejtësisë nuk e kishte si Sarkozy në moment që u dha vendimi. Ilir Meta kish muaj e muaj tëra që duke vrapuar e duke bërë paralele vertikale në mjediset e gjelbra. Pra, si kemi politikën, kemi edhe drejtësinë. Sulmonte drejtësinë. Tani, drejtësia pasaj, ndoshta fut dhe këtu, mund t'jetë dhe inati, mos e Ballkanas jemi, edhe inati, edhe e ka për në mënyrë të pandesh, do më thënë, mënyra se si u arrestua Ilir Meta nuk qenë drejta. Unë qatë ditë kam qenë një televizion tjetër dhe kam kritikuar këtë lloj mënyre. Nuk ishte nevojshme sepse ka qenë presidenti i vendit. Jo, për të po se është shumë e rëndësishme për imazhin. Po jo vetëm për Ilir Metën. President, ministri jashtëm, kryeministër, zëvendës kryeministër, kryetari i një force opozitare tjera. Tani, po jo vetëm për këtë arsye, po dhe një qytetar i thjeshtë që të ishte, nuk ka nevojë më të arrestojë në mënyrë të dhunshme, në mënyrë, domethënë, spektakolare. Se nuk ishte në rast flagrant. Po nuk ka më se nuk ishte një kriminal i rrezikshëm që ti këto forca duhet të ndryhin atje për ta ndaluar atë se mund të kthehen në një keqbërës masiv apo ku diun se çfarë. Pra, këto janë të egzageruar. Pra, ne siç kemi politikën, siç e thatë ju, kemi dhe drejtësinë, dhe siç kemi politikën drejtësinë, kemi dhe shoqërinë. Pa, ky mill këtë prodha. Me që jemi këtë drejtësia, si e pat arrestimin e Orli Bajramit, në një kohë që sot po folja me një gjyqtar të lartë, edhe sonë se kam djek fakt më tha që në sallë gjyqit e ka kërcënuar, tha, domethënë duke thonë kjo është personale me mua, do ta shohësh atë diçka të tillë. Megjithatë unë mendoj edhe në këtë rast arrestimi është i tejkaluar. Shkuarja e policisë, marrja e telefonit, domethënë. Po fakti që vetë prokuroria e Elbasanit e quajti pa drejt arrestimin e tij, ndërkohë që sipas këtyre fjalëve është kërcënuar po prokurori i Elbasanit, do të thotë që ne do të besojmë institucionit, do të besojmë prokurorisë. Pastaj fjalë, mënyrën se si e thonë, tjera, ora jemi në çast, themi diçka bashkë dhe keq kuptojmë brenda 3-4 sekondave. Në momentin që ti merr fjalën, ti mund ta thuash krejt ndryshe atë që them unë, sepse varet se si e ke kuptuar ti, jo si e kam thënë unë, në çfarë konotacioni e ke marr. Por ajo që mua më shqetëson në gjithë këtë histori është fakti që realisht në trupën e gjyqtarëve ka arrogancë. Ka arrogancë shumë të madhe. Edhe në trupën e prokurorëve. Edhe në trupën e prokurorëve ka arrogancë shumë të madhe. Ashtu siç ka edhe në trupën e avokatëve sekser. Avokatë pa aft, kanë blerë një diplomë, kanë marrë një licencë avokati dhe mundohen të fitojnë gjyqjet me seksellëgje. Jo vetëm kaq, po shesin edhe do të thënë klientin e tyre. Shkojnë aty dhe bëhen me dy le të themi palët, si me atë që ka bërë padin dhe me atë që është do të thënë është i paditur, dhe në rast se u marrin para të dy palëve dhe në rast se njëri fiton, ai kthen para tjetrit dhe prapë del i fituar avokati. Avokati janë sekser, po pra, po jo të gjithë avokatët, sepse ka avokat. Edhe gjithë gjykatësit absolutisht. Por ka avokatë janë në vërtet shumë profesionistë, por kur nuk funksionon sistemi, atyre profesioni nuk ju vlen. Sepse pos nuk funksionoi sistemi, që të ketë interes gjyqtarit dhe prokurorit të dëgjojnë palët, të gjykojnë në bazë të provave, në ato moment avokati do me thënë nuk vlen, është apo s'është i aftë, nuk ka rëndësi, po dhe një avokat i aftë, kur nuk dëgjohet dhe nuk merret parasysh ajo që ai thot në bazë të ligjit, sepse vendimet jepen kujt drejt presioneve ose kujt drejt shumave të mëdha monetare.